Tre vëllezërit Qevani, me preardhje nga Demiani Hasit, kanë lënë diasporën dhe kanë ardhur në Kosovë duke hapur një biznes për të mundësuar edhe punësim të bashkëvendasëve të tyre. Leonardi, njëri nga vëllezërit, thotë se rikthimi në Kosovë pas disa vitësh punë në mërgim dhe ku kishin të hapur një biznes në Gjermani, ka qenë një dëshirë që e ka mbajtur në brëndi të shpirtit për të hapur një furrë në shtetin e Kosovës, duke zhvilluar biznesin dhe mundësuar krijimin e vendeve të reja të punës. Për vetë dëshirës që ka qenë që moti për me u kthy në vendin tem, po pa mundësit për me zhvillu një biznes që tamam që është duhet, që jam kthy pas 13 vjetë në Kosovë, kam qenë një kohë në Sloveni, pastaj në Gjermani dhe tash jam kthy në vendin tem për me zhvillu një biznes, me zhvillu vendin tem, me kriju vendin të reja të punës edhe për këtë arsye. Duke marrë parasysh edhe vetë kam qenë i punësuar, e di çka do të thonë t'jesh i punësuar, edhe ndihem në fakt i lumtur që muj me arrit këtë që me punësu dikon edhe se është diçka reciproke, një që ndihem shumë i lumtur për këtë punë. Ju me gjithë familjen keni ardhur? Po. Prindit domethënë janë qenë këtu, ne jemi kthy bashkë, jemi 3 vëllezër, jemi kthy në vendin tonë dhe do vazhdojmë kështu. Ai thot më tej se furra dhe piceria Terethi për qytetarët do të ofrojë produkte cilësore dhe të shëndetshme, ndërsa edhe shërbimët do të jenë në nivelin më të lartë të mundshëm. Ne garantojmë që në produktet që i krijojmë ne nuk është që përmbajnë aditivet që siç njihen në shumë furra. Sidomos jemi me 8 lloje të bukës, 4 prej tyre janë që nuk përmbajnë asnjë vitaminë as diçka shtesë përveç kripë dhe ujë, dhe veçojmë më shumë bukën e shtëpisë, dhe kemi edhe bukën me fara që është me proteina, me karbohidrata dhe me drithëra që është shumë e shëndetshme. Hapjen e këtij biznesi me produkte teje cilësore për qytetarët dhe ardhen nga diaspora të vëllezërve Qevani e ka vlerësuar edhe drejtori i kulturës në Prizrena dhe Morina dhe Eldirona, vajza Xhaxhaj të pronarëve. Spari dua t'i uroj pronarin këtë rast në këtë hapje të këtij biznesi, që është furra Terethi. Më të vërtetë është një kënaqësi e veçantë sepse njerëzit e cilët kanë jetuar dhe vepruar gjithsesi punuar në diasporë, po kthehen të bëjnë investime në Kosovë, këtë rast në Prizren, dhe normalisht përveç se pronari ka qenë jashtë, ka pas edhe familjen e tij, djemt të cilët kanë punuar në diasporë në Austri, Sloveni dhe vende të tjera, qoftë Ballkanit, qoftë Evropës, dhe më të vërtetë është një gjë për ta mirëpritur, sepse përveç se kanë hapur një biznes të tillë, kanë punësuar disa punëtorë të tjerë përveç pjesës tjetër familjare, dhe normalisht investimet e tilla sjellin të mira edhe për qytetin, edhe për qytetarët, sepse për t'i punësuar 4-5 veta sot në një biznes ose më tepër, më të vërtetë është një diçka e mirë, dhe unë dua t'i uroj punë jashtëzakonisht të mirë pronarit, sepse më të vërtetë është bërë një investim siç po shihni jashtëzakonisht i madh në këtë furrë. Shumë mirë, i uroj shumë suksese, po më vjen shumë mirë që kanë lënë diasporën edhe e kanë hapë në vendin tonë. Domethënë krejt në përgjithësi janë krejt shumë të mira, sidomos brunat i bajnë shumë të mira, kështu që besoj që kanë me pas shumë sukses. Përveç produkteve të bukës, furra dhe piceria Terethi për klientët do të ofrojë edhe ëmbëlsira të shumëllojshme dhe mjaft kualitative. Ky lokal ndodhet tek rreth rrotullimi i njohur me emrin për në rrugën e Nashecit.